Allahun e falendrojmë dhe hamd i bëjmë madhnisë Allahut që na ka udhëzuar në Islam, na ka bërë rrezik me thonë shahadetin dhe ne besojmë vetëm në njëshmërinë e Allahut që nuk ka zot tjetër pos madhnisë Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. I qojmë salavat e pejgamberit alayhi salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Prej Allahut kërkojmë që Allahut na fal gjunahet neve dhe gjithë muslimanëve. Prej Allahut azza wa jall kërkojmë që Allahut na kaplan me rahmetin e tij. Dhe prej Allahut azza wa jall kërkojmë që me rahmetin e tij Allahut na fus në xhennetul firdausin ya rabbel alamin. Amin. Besimtarë të nderuar, thot Allahu azza wa jall në Kur'anin familart: O robrit besimtar të Zotit, i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i thonë që më na thonë neve friksojeni Allahut Zotit tuaj, e ata që bëjnë vepra të mira në këtë botë do të kenë të mira, ndërsa toka e Allahut është e gjerë vetëm se për njerëzit që janë durimtar dhe do të shpërblehen pa mas. Ky mesazh i ajetit Kur'anit vjen që Allahu na ka krijuar neve për ta madhruar Zotin, dhe ata që e madhrojnë Allahun, Allahu i garanton atyre të mira në këtë botë dhe të mira në ahiret. E ky besim nuk arrihet përveç se me durim, e durimin Allahu e shpërblen me xhennet në ahiret dhe me shpërblim në dynjat. Thot Zoti në ajetin tjetër: Ja ibadi la khaufun aleikum al-yawma wala antum tahzanun. O robrit e mi, në këtë ditë nuk ka mërzi, në këtë ditë nuk ka frikë e as mërzi. Për cilët? Për ata të cilët e madhruan Zotin. Besimtar nderuar, këto dy ajete në pikat së shkurta ne jemi krejt musliman, por jo në çdo kohë i nënshtrohemi Zotit dhe në çdo moment. Ai që pin alkohol, e ai që bën zina, e ai që vjedh, në moment kur vjedh nuk mund ham Zotin me besu shahadetin në zemër dhe të njëjtën kohë me bë krim. Nuk bashkohen. Prandaj në moment të krimeve të mëdha, të harameve të mëdha, njeriu i del imani prej zemrës. E prandaj Allahu po na thot neve që mos me harxhu kohën bosh, po me madhruar Zotin dhe me pas frikë Allahun, nëse dojmë që Allahu na shpërblen neve me të mira në botë dhe ahiret. Çka dalin mësimet nga ky ajet? Janë tre mësime shumë të rëndësishëm. Secili prej nesh në këtë botë e godasin tre lloj provave që janë të patjetërshëm. E para është se neve, secilit prej neve sot një ditë, dita e djeshit, ka shku se ne kthem dikush përpara mo. Ka shku ajo, është harxhu ajo ditë. Prandaj njerëzit në dynjat kur të hub në biznes e kanë, ndoshta i ka hub 1.000 euro, ndoshta 2.000 euro, e pastaj fiton 100.000, i ka mikajt ato 1.000 që i ka humb. Pasuria vjen dhe shkon e fiton. Kohën që e kesh që të ka kaluar, edhe namazin nuk e ke fal, respektin e prindërve nuk e ke ba, dhikrin e sabaj dhe takshamit nuk ke ba, Allahun se ke përmend komplet ditën, e ke përmend dinarin dhe dirhem, atëherë zemra jote është e shpras dhe kjo është një sprov prej sprovave të mëdhaja. Prandaj Allahun ajetin e lartë përmendur po thotë mos e harxhoni kohën bosh. E prandaj nuk ka sprovë më të madhe se më të kaluar ditë aty pa e madhruar Zotin subhanahu wa taala. Prandaj shfryzoj jetën, kohën, ditën që nuk kthehet më kjo ditë. Tjerat kthehen, ama jeta dhe kjo ditë nuk kthehet, dhe Allahu do të pyet për çdo moment që e ke kaluar, si e ke kaluar me Allahun azza wa jall. E dyta, ne funksionojmë me rrezikun e Zotit. Ham dhe pim me mirësinë e Allahut që Allah e ka caktuar rrezikun ton. Mirë po duhet edhe këtë formë të rrezikut që e fitojmë me pas pyetjen se është sprov, a e fiton me halal apo me haram. Andaj madhrimin e Zotit ti s'munësh mi abat tamam përderisa ti ushqehesh me haram. Edhe ibtilaja e dytë në këtë botë, në këtë kohën e luksozit është kur njerëzit nuk e shiqojnë formën e furnizimit, a është halal, a është haram, atëherë Allahu nuk ja mundson atina edhe ibadet me bë, dhe kënaqësinë e adhurimit, namazit, Kur'anit, istikfarit, sadakas me shijuar. Po çka? Ja bën monoton jetën. Me këtë mirat e dynjas
e ka zemrën e shpras se nuk e ka frikë Zotin dhe nuk e madhron Allahun ashtu siç meriton Zoti. Prandaj sprova e dytë është ne harxojmë mallin, rrezikun e Zotit e harxojmë, e konsumojmë në dynjat. Mirë, po nuk pyesim me halal apo me haram. A jemi falendërues apo jemi mohues ndaj të mirave të Zotit? Kjo është sprova e dytë se si e harxojmë mirësitë, mallin, rrezikun që Allahu na ka dhënë, në çfarë forme e fitojmë dhe si e harxojmë. Dhe e treta, çdo ditë njeriu t'i afrohet ahireti, e largohet nga kjo dynjë, e megjithatë njerëzit nuk shqetësohen për ahiretin e tyre, të përjetshëm për kujdesen më shumë për këtë dynjë, e harrojnë xhenetin dhe xhenemin i cili është i pafund. O xhamat, këto janë tre procese të patjetërshëm. Prandaj ajetin që e përmendëm në fillim, Allahu po na nxit dhe po na thirr nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe po thot: o robrit e mi, me shfrytzu dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala, nëse dojmë ne që Allahu të na largon dëshprimin dhe mërzijen nga zemrat tona, patjetër e kemi ta madhrojmë Allahun. Kush dëshiron të shpëtoj nga vështirësitë e dynjas dhe të ahiretit, ulemaja në konstatim mbas ajeteve që i përmendëm më herët kanë thënë, e para është që njeriu mos të jetë i ngutur. Pse? Se njeriu e shtin me gabu njeriu që ngutet, edhe çka e harron ahiretin mbas vrapimit të dynjas dhe hubbur rias, dashurisë ndaj postit, ndaj çallëmit, ndaj vetpëlqimit, e shkatron veten. Prandaj ata që e shkatrojnë veten dhe harrojnë Allahun janë njerëz që nguten shumë, janë njerëz të vetpëlqyer, janë njerëz që kanë xhelozi në zemrat e tyre, janë njerëz që janë nervoz dhe nuk kanë kontroll në jetën e tyre dhe janë përtac apo dembel në adhurimet e Allahut. Ndërsa gjërat që shkatrojnë shoqëritë janë kopratësia të njerëz të pasur. Sa njerëz janë të varfër, e sa njerëz janë të pasur që pak me dhon nga pasuria e tij e shuan xhelozien, e shuan unsien, e shuan varfrien e vllaut të tij, po kopratësia të pasurit e bën çrregullimin shoqëror, morali i keq të gratë sot është një shkatrim i madh. Sidomos në aspektin e moralit, se njeriu ka fe atë sa ka moral, ndërsa sot amoraliteti ka rrinë një kulm shumë të madh. Ata që nuk kanë frikë të Allahut nuk e ruajnë moralin dhe gënjeshtrat e gjykatësit. E lutim Zotin e madh që Allahu neve dhe juve na mundson që ne ta madhrojmë Allahun në çdo kohë dhe në çdo moment. E lutim Allahun azza wa xal që të jemi falendërues ndaj mirësive të Allahut, ta shfrytëzojmë pasurinë me halal dhe të jemi falendërues dhe ta harxojmë në halal. E lutim Zotin e madh që jetën tonë t'ja dedikojmë madhnisë Allahut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj Muhammed umetit se sakrifica, kurbani, jeta dhe vdekja, namazi, jeta dhe vdekja t'jen vetëm për Allahun i cili është i pashoq. E lutim Allahun që Allahut na mundson me jetu me iman, me vdek me fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.